3 receta si të përdorni hithrat kundër dhimbjeve të artritit dhe të reumatizmës. Në vendin tonë hithrat janë shumë të përdorura, si në gatime, ashtu dhe në trajtime natyrale të shumë komplikacioneve. Kjo bimë është të përdorur ndër shekuj edhe për të lehtësuar problemet alergjive, veçanërisht ato të shkaktuara nga poleni dhe pluri. Hithrat, falë vlerave të tyre diuretike, janë të përdorura në trajtimin e problemeve me veshkat dhe gjithashtu edhe problemeve të infeksioneve urinare. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Lëngu i tyre është perfekt për të larguar lëngjet e tepërta që organizmi prodhon, duke lehtësuar kështu edhe simptomat e problemeve të zemrës dhe qarkullimit të dobët të gjakut. Por së fundmi, një studim i kryer nga Universiteti i Plymouthit doli në përfundimin se hithra mund të përdoret për të lehtësuar artritin. Personat e përfshirë në studim vunë re se pas aplikimit të pastës me hithra të shtypura, dhimbjet e kockave të tyre u qetësuan në ndjeshëm. Gjithashtu ata vunë re se dhimbjet ishin më të pakta për gjatë një trajtimi një javor. Por përse funksionojnë hithrat kundër dhimbjeve dhe artritit? Sipas të dhënave të mbledhura nga studiuesit, hithrat mund të qetësojnë dhimbjet e personave që vuajnë nga artriti në sajt e përmbajtjes së lartë të serotoninës dhe histaminës që ato përmbajnë. Këto dy substanca janë gjithashtu neurotransmetorë të cilët dërgojnë në tru sinjalet e receptorëve të dhimbjeve. Nga ana tjetër, kur hithra konsumohen në formën e saj të lëngut ose edhe në formën e çajit, u vure se arrinte të paksonte nivelet e acidit urik në trup. Ky acid prodhohet kur organizmi gjithashtu tret proteinën dhe akumulon në nyje dhe në kocka, duke shkaktuar kështu më shumë dhimbje, duke shkaktuar inflamacione dhe probleme të njëpasnjëshme të tyre. Por si ta konsumoni hithrën edhe për të lehtësuar dhimbjet që shkakton artriti? Metoda e parë e trajtimit është që ta aplikoni atë direkt në zonën e prekur, gjithashtu dhe ta mbani ashtu për disa minuta. Pra mjafton që ju të shtypni në mikser gjethet të njomat të hithrave me pak vaj ulliri dhe të lyeni zonën ku keni dhimbje. E mbani ashtu për 5 deri në 10 minuta dhe më pas e pastroni atë me letër edhe më pas e shplani mirë. Kështu rezultatet që do të keni do t'jenë fantastike në lehtësimin e komplikacioneve. Nëse nuk e duroni dot djegjen karakteristike të hithrave ose shikoni se lëkura juaj e reagon ndaj këtij trajtimi në mënyra të ndryshme, atëherë është mirë që të mos e përdorni por ta aplikoni atë sipas nevojës të përshkruar nga eksperti. Konsumi i çajit të hithrave gjithashtu është një mundësi shumë e mirë ushqyese në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Çaji i hithrave është një alternativë e çmuar me shumë përfitime në lehtësimin e problemeve të tilla dhe përdoreni atë me kujdes për të marrë përfitimet dhe për të parandaluar kështu edhe komplikacionet. Hithra është e përdorur prej 10 vitesh si një ndihmë natyrale edhe për lehtësimin e komplikacioneve. Kjo bimë është unike kur bëhet fjala për pastrimin e organizmit, sepse njëkohësisht do të pastrojë gjakun dhe do të nxjisë punën e zorrëve. Ndaj ky është një kombinim i duhur i dobishëm për shëndetin. Hithra është një bimë e cila gjithë jetën jemi shmangur, gjë që nuk është për tu habitur. Por ekspertët rendisin arsyet pse ju duhet ta përdorni hithrën në përditshmërinë e dietave tuaja. Në mjekësinë popullore, hithra njihet njëkohësisht si mbretëresha e bimëve, për shkak të efekteve të saj pozitive që ka në lehtësimin e një sër komplikacionesh. Përdorimi i kësaj bime gjatë periudhës së pranverës dhe të verës ndihmon në pastrimin e gjakut të të shëmurët me anemi dhe mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në lehtësimin e komplikacioneve, citojnë ekspertët e Healthline. Ekspertët tregojnë se përdorimi i hithrës në përditshmërinë e dietave tuaja mund të qetësojë dhimbjet e shkaktuar nga artriti, reumatizma dhe mavjosja. Përveç se për qëllime shëruese, sot është efikase edhe në produkte të ndryshme ushqyese. Një nga këto sigurisht është edhe çaji i hithrave, i cili është një burim shumë i mirë i nutrientëve të rëndësishëm që parandalojnë komplikacionet në trupin tuaj.
Ekspertët tregojnë se çaji i hithrave mund të ndihmojë gjithashtu në largimin e bakterieve dhe materieve të ndryshme dëmtuese, të cilat krijojnë probleme në shëndet dhe përkeqësojnë më shumë edhe organizmin tuaj. Hithra është një bimë, e cila mund t'i japë shumë përfitime në përditshmërinë e dietave tuaja. Ajo është e pasur me vitaminën A, vitaminën C, kalcium dhe minerale të rëndësishme të çajit të hithrës, të cilat mund të luajnë një rol të mirë në zhvillimin e shëndetit tuaj dhe parandalimin e inflamacioneve. Çaji i hithrës është efikas kundër dhimbjeve të pakëndshme të kokës dhe migrenës, sepse relakson gjithashtu muskujt dhe mund të qetësojë situatat tuaja emergjente. Ekspertët e cilësojnë hithrën si një përzgjedhje fantastike ushqyese në përditshmërinë e dietave tuaja për të mbajtur larg këto komplikacione, citojnë ekspertët e Healthline. Që në kohët e lashta kjo bimë njihet për efektet e saj pozitive dhe rritjen e vlerave të trupit, duke e cilësuar atë si një nga elementët më ushqyes në lehtësimin e komplikacioneve dhe rigjenerim më të mirë të shëndetit tuaj. Sigurohuni që hithrën ta keni pjesë të dietave tuaja duke ditur kështu edhe rëndësinë e madhe ushqyese që ka. Hithra është e pasur me vitamina dhe minerale. Hithrat janë një burim shumë i mirë i proteinave, ndërkohë që ato përmbajnë sasi të konsiderueshme të vitaminës A, vitaminës B dhe vitaminës C, gjithashtu kalciumit, kaliumit, magnezit dhe zinkut, shumë të rëndësishme këto në aspektet tuaja ushqyese dhe lehtësimin e komplikacioneve që i kanosen shëndetit tuaj. Ndërshekuj hithrat janë përdorur edhe për të lehtësuar problemet e artritit. Kur vendoset në gishta në zona të tjera të prekura nga artriti, ato mund të qetësojnë dhimbje deri në të paktën 85%. Hithra përmban edhe neurotransmetuese që janë për shembull serotonina dhe histaminat, të cilat janë përgjegjëse për efektet e tyre pozitive qetësuese, duke e renditur këtë bimë si mjaft të rëndësishme për organizmin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Hithra përmban gjithashtu neurotransmetues siç është serotonina dhe histamina, të cilat janë përgjegjëse për lehtësimin e komplikacioneve. Hithra është një bimë fantastike që mund t'ju ndihmojë edhe në luftën kundër alergjive të ndryshme, duke lehtësuar kështu edhe shqetësimet. Nëse jeni të lodhur nga alergjitë sezonale, studimet tregojnë se hithra mund të ndihmojë shumë në këtë aspekt dhe të mbajë larg komplikacionet. Përpërsi dhe saj anti-inflamator dhe flavonoidet që gjenden te hithrat mund të ulin nivelin e histaminës të prodhuar nga reaksionet alergjike dhe të paksojë gjithashtu uljen e problemeve dhe simptomave të tjera. Hithra është një bimë shumë e mirë detoksifikuese që mund të mbajë larg këto komplikacione. Duke qenë një diuretike shumë e mirë, hithra përgatitet në formën e çajit, ose e gatuar dhe mund të ndihmojë në shkatrimin e ujrave të tepërt nga organizmi, ndërkohë që ekspertët e cilësojnë atë si një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese në largimin e mbetjeve toksike dhe parandalimin e komplikacioneve të shëndetit. Sigurohuni që këtë bimë ta keni pjesë prezente të ushqyerjes suaj, duke ditur kështu rëndësinë e madhe që do t'jap në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e problemeve të tij. Hithra është një bimë e cila ndihmon shumë në aspektin tuaj shëndetësor. Ajo është një barishte e egër e cila mund t'japë përfitime të rëndësishme në lehtësimin e komplikacioneve dhe gjithashtu e rritjen e rezistencës së shëndetit. Hithra është ndër bimët medicinale më të përdorura ndër shekuj. Ajo vazhdon edhe sot të njihet për vlerat e saj ushqyese dhe kuruese, ndonse shumë e konsiderojnë atë si një bar të keq që rritet vende pa vend. Gjyshet tona gjithmonë e kanë gatuar në formën e byrekut të shijshëm ose edhe në formën e gatesave të ndryshme. Kjo bimë unike do të ofrojë vlera të larta për shëndetin dhe lehtësimin e komplikacioneve. Sigurohuni ta keni pjesë të dietave tuaja. Ajo cilësohet gjithashtu si mbretëresha e bimëve kuruese, por në të cilat raste shqetësimet mund të përdorim hithra. Efektet stimuluese të hithrës ndihmojnë në prodhimin e qumshtit dhe rritjen e energjive tuaja trupore pas lindjes. Larja e kokës me ujin e hithrave këshillohet edhe për ata persona të cilët kanë probleme me rritjen e ngadaltë të flokëve. Hithra gjithashtu rekomandohet kundër flokëve të yndyrshëm dhe flokëve të dobët.
Përdoreni atë me kujdes në përditshmërinë e dietave tuaja dhe rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike për mbrojtjen e organizmit. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.